Muaji i Muharremit është një ndër 4 muajt e shenjtë në kalendarin hijri islam. Sheh Leonard Sheu tha se Muharremi është një kohë reflektimi ku besimtarët luten dhe thellojnë besimin në Zot gjatë këtij muaji. Ky muaj është një ndër muajt e shenjtë, një ndër 4 muajt e shenjtë të 12 muajve. Dhulhaxhe, Dhulkide është muaji Rexhep dhe muaji Muharrem. Muharrem është një ndër muajt, pra një ndër muajt e shenjtë ku ibadetet pranohen më shumë, normal edhe gabimet ndëshkohen më tepër. Vetë fjala Muharrem e përkthyer në gjuhën shqipe do të thotë i ndaluar. Pra ndalohen veprat e këqija, ndalohen luftrat, por një tragjedi që ndodhi në luftën e Kerbelas, ku vra Imam Huseni, nipi i Resulullahut, profetit jon, Hazreti Muhammed Mustafas, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, u vra në Kerbela, ku Kerbelaja u jit me gjakun e familjes e Libejtit, familjes së profetit, të afërmit të tij dhe foshnjave, dhe qëllimi ka vlerë kur ka dhe shkakun. Prandaj këto ditë janë për kushtim. Prisi fetar Sheh Leonardi tha se muajin e Muharremit besimtarët agjerojnë duke ndaluar disa ushqime. Është një lloj i solidarizimit me jetën dhe me drejtësinë e Imam Husenit nipit të Resulullahit. Ku themi kështu, në gjatë asaj kohe ishte ndaluar uji, pra uji nuk e pijim. Gjatë atij ujit vetëm sa për nevojat e organizmit e përdorim duke e trumbulluar me diçka. Pra është lloj solidarizimit, mishin nuk e hajm, pra një agjerim, ashtu siç është në muajin e bekuar të Ramazanit, është njëjtë, por vetëm se ndalohen edhe këto gjëra. Muaji i Muharremit gjatë 10 ditë dhe përfundon në ditën e Ashurës, e cila përcjellet edhe me përgatitjen e këtij ushqimi.